që po kujdesesh për ne. Vaj farë zez. Roshariu. Rushariu. Po. Ua. Bjaka bre. Atëherë, këtë kemi për mëngjes. Çaj bimor, mix, 2-3. E ti pa regjina ke? I loj kena. Po. Ja. Për shembull, e kjo dieta e ky programi që kam unë, që e kam antistres, rekomandohet para ushqimit 1 ose 2 lugë vaj, ekstrakt i lule basanit. Qaj këputja. O, doj, qfar qaj am kam pru mu. Qaj radhiqe. Para ushqimit. Qaj dhe bimori për zirë dhe këtoks. Qaj Luiza. Qaj me shtenka. Qaj itre. Unë nuk do ha. Jam kështu sot. Pra do ha dhe një me edhe supën ma ka bo bujaka me domate, që kam ato. Shafran Indije. Fara Gjëmbaq. Faleminderit, merja shumë. Të shuaj këtë zjarë. A? Pytja. Shivi që këta më qash. Qa thot? Lexoj pa këtë. Perfekt. Ta mama ajo që do në dëgjone. Visha! O, maroma. Sa mirë që të shku men ato sy dhe atje poshtë për mbush. Më pëlqen detajet. Vdes për detajet. 15 gota në ditë. Po, në regull është, po, jam në regull e kasi, nuk janë ashtu. Ne jemi për tjera gjë, ne jemi të alergjia. Po, më besoj se më mirë do jemi jo. Kjo që është muesli për zirë farash, kjo është qaj hithre, shafran indije. Po mirë, dhe kjo muzli do jeti mirë besoj. Po pra është kështu për zirë farash. Qaj bimori për zirë alergomer. Po kjo shafrani indis, qa është? Konsumoj një lugë. Shafran, qaj bimori për zirë detox. E, Po pra. pra shu i bjem duket. Qaj mullage e zez. Lytë me i ledzu me... Dhe qaj boronice e zez. Shafran edhe vaj farë zez. Kjo vaj farë zez është. Po fix bre se ka i luga soj, vap, pup. Ajme 205 ml është i gota, bu. Është e vogël. Po, i gota vogël. Sa i bjen me dore? 250. Kjo është gjys Pa. gjys litri. Po. Kjo pish kaq. O, s'ko ka qa që vogël. Jo, kaq. Kaq. 250 ml. I bjen si kena me pi shumë o dho. Do shplash pra? Pa, mire ka. Do shplash trupin, Wow. do të më gjojë. Ta shti. Hiqini tani Në se do vi Pirenisi tani. si pas qysh mi kanë shkru.
Qaj bimor detox. Po. Po, Sara, ti punon. Sara. Tani shkoj. Ju sugjeroj që ta përgatisni gjithë çajin që keni për të pirë gjithë ditën edhe idheni në përshishe, që mos trini. Unë do bëj çdo gotë. Sepse ky harmonia për shembull te paketa antistres Ide e fort kjo, më 2-3 pëlqen. gota në ditë, kështu që unë po e përgatis, do e lë të ftohet se është dhe vap, edhe pisi çaj të ftohtë gjatë ditës. Derisa jetës Është ky. Te paketa antistres. Çaj Gjithmonë, ëh. Ky është një nga produktet që do e pish gjatë ditës, jo në mëngjes, jo në darkë. Dhe vaj i lule basanit, ekstraktin, para ushqimit, 1 ose 2 lugë. Kështu që unë po e përgatis tani dhe po e lë për gjatë ditës, ftohet çaj, edhe e kam çaj të ftohtë. Duke shpresuar që do kemi harmoni brenda shpirtit nga Merja. Faleminderit Merja, faleminderit. buja antistres. Detox. Ka këtë Si në kom vetën e. ka këtë qesën këtu dhe thot këto erëra të padukshme që frymë për ditë mbi shpirtin e njeriut, derisa degët e jetës fillojnë të përkulen pa u vënë re. Në fillim vjen si një mjegull e holl mëngjesi, por me kalimin e kohës bëhen si re të rënda që nuk lën dritën të hyjë plotësisht. Njeriu fillon të jetojë me frikë, sikur brenda kraharorit të jetë një zog i trembur që përplas krahat pa pushim. Stresi, thanë lumen të qetësisë dhe të lumturisë, lodh organizmin, qeliza që funksionojnë në alarm si ushtar që presin urdhrin për betejën e radhës. Ja fiks kështu ndihem unë këtu. Tani kemi ujë, mjalt, çaj me borzilok esëll. Esëll. Ku është çaj me borzilok? Nuk e kam alergjik. Ja, kjo është çaj me borzilok. Po, do më ndihmosh një çik, do më mbash një çik të qesë sa ta bëj një tutorial? Faleminderit. Ky është çaj me borzilok që unë do pi esëll me ujë, mjalt dhe çaj borzilok. Pastaj kemi çaj bimor mix harmonia, 2 deri në 3 gota në ditë. Ma gjej pak shpejt pa duhet ta kishe gjetur deri tani. Nice, s'ka gjë. Apo ta mësh. Se kam asistentin pak pa qef. Ky është çaj bimor i përzier harmonia. Duket i mirë. Pastaj kemi vaj, do të thënë, imagjinoni unë po jo a them recetën, duhet të shkoni tek Ylli Merja që ta merrni, unë po e ndaj me ju. Vaj lule basani, 1 deri në 3 lugë çaj në ditë para ushqimit. E gjete? Po, o djalë. Ekstrakt lule basani. Lule basani. Po, mjaltin do ta përziejmë në mëngjes, siç e tham. Vazhdojmë. Tani kur të them unë fjalën ti duhet të gjesh atë direkt që të më hapësh te dora. Kush është ajo që do të? Te mëngjesit që konsumoni të shtoni boronicë të zezë egër, 1 lugë gjelle, shafrani boronicë e zezë egër, shafrani kuq me fije, shafrani kuq me fije dhe çaj me hipofae. Çaj me hipofae. Vaj i përzier harmonia, që është këtu, që unë kam gjitha ndorë në të momente. 5 deri në 6 pika në mbrëmje përpara gjumit, për harmoni, për qetësi. Opsioni i veçantë, në rast pa gjumësie të theksuar, çaji i valerianës. Çaji i valerianës, nëse nuk vjen gjumë, unë do t'ja jap gjithë këtyre këtu. Nga 1 gotë në mbrëmje, zjeni me 1 gotë qumësht, qa po bën? Okej. 2 deri në 3 net përdoreni, 2 deri në 3 net, 3 deri në 4 net përdoreni, 3 deri në 4 net pauzë. E kupton? 3 deri në 4 net ta përdorim, 3 deri në 4 net do e bëj pauzë. S'ke gjeti ti. Çajrat të mbërsohen sipas dëshirës me mjalt. Ke mbaron, ja? Çajrat të mbërsohen sipas dëshirës me mjalt. Dhe mund të konsumohen të ngrohtë ose të ftohtë. Unë vdes për çajrat e ftohtë, kështu që do t'i konsumoj. Se ke vëmë se futa gjysën ke mjalti, se isha në banjë e shpaj. Bëjnë katë. Ka ndenjur shumë e mozën edhe komentet të tilla. Ka ndenjur shumë e mozën. Moza, ka ngënemi që në myqë. Faleminderit Ylli Merja. Çfarë thatë?
Nga si gjohën që i thash? Qarë tha Merja. Ja, tha, Ne s'kemi kështu E i mjalt ishë mjalt. shumë. Po pra nuk kemi. Jo, në s'kena, se s'kena. po kjo është e Në imja. të allergjiku s'ka. Të të bëft mirë. Po s'kam për ta allergjiku. Në të allergjiku. Por që ata harmonin, atë ca pika edhe mund të Pa tjetër, gjithve do t'ju a hedhë të goja para juve. Tak, 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 tak. Po ne s'kishim fare në ato vajrat, ë? Motër moj,